Edi Rama. Total. Ju e pa çfarë ndodhi. Se si e gjora Mirlinda e Edi Rams, Mirlinda e Akshit Edi Rams, që si mashtrues ordiner gënjen të popullin e tij, sa ajo banonte në një shtëpi me qera, sa ajo s'kishte makinë dhe s'kishte asnjë pronë tjetër, dhe që na del me dokumenta zyrtare se ajo ka vila dhe apartamente, 200 sa metra më të mëdha, ka vetur super luksoze, ka ullishte dhe ara, dhe këto janë vetëm maja i zbergut pasurive të kësaj hajdutje. Dhe ajo me Ilir Pandem, ish ministrin socialist sot antar gjykate i drejtësisë depolitizuar, e nxori edhe nga arresti i shtëpisë në mënyrë që Linda të shkojë me ata fajin e tij dhe të zhduk çdo dokument dhe çdo gjë që kompromenton edhe Lindën e Surrelit, e cila de facto ka qenë drejtoresha faktike e Akshit. Linda e Surrelit është e dokumentuar. Ju lutem vetëm një moment. Me 14 qershor të vitit 2024, unë kam denoncuar nga arrestin shtëpi që isha Lindën e Surrelit si patronazhisten kryesore të Akshit, të Mirlindës së Akshit. Çfarë kam denoncuar në një bazuar në një dokument që më erdhi direkt nga dosja e prokurorisë në një regjistrim ambiental të shtetasit Geron Meçe, ortaku i Baxhanakut Edi Rams Armand Frangu, rezulton se ky shtetas ka takuar në ambientet të zyrës së tij një shtetas tjetër. Shtetasi tjetër është me inicialet AK, i kërkon Gerondit që të ndihmojë me anë të lidhjeve që ka me ortakun e tij, Baxhanakun Edi Rams, kunat e Linda Rams, Armando Frangu, për tendrat të Akshi dhe me ndërhyrje direkte tek zonja Linda. Unë i kërkova po në këtë regjistrim rezulton se Gerondi ka dal garant dhe thot se në Aksh çdo gjë e kontrollon vetë deri tek dalja e tendrave, ai pranon se Armand Frangu e kontrollon Linda. Ai pranon se Armand Frangu është pronar de facto i kompanisë ABC që kishte emrin e Gerondit dhe kanë mbështetjen e plot të kryeministrit nëpërmjet zonjës Linda, patronazhisë së Surrelit. Të gjitha këto përgjime janë në dosje dhe nuk janë në dosje. Një prokuror i skapit Mara bën presion të jashtëzakonshëm për likuidim, i bëhet presion i jashtëzakonshëm për likuidimin e dosjes. Por likuidimi i dosjes me përgjimin ambiental dhe veçanërisht këtë kërkon të Dumani të zhdukej, nuk u zhduk dot mbasi dosja ekziston edhe në vende të tjera. Pra, e kam denoncuar këtë me 14 qershor të vitit 2024, 2 vite para se dalë, 1 vit e gjysmë para se dalë dosja e Akshit. Natyrisht, Edi Rama ka kontroll
total mbi drejtësinë, por ne pa diskutim do të hapim, do të çojmë padi penale për të gjitha këto qëndrime. Dhe pyetja e fundit, doktor. Doktor, përshëndetje. Për këtë javë që po vjen. Fal, edhe një moment, Floriana. Lidhur me grevën e urisë, unë garantoj se deputetët janë të gatshëm plotësisht për çdo lloj veprimi dhe vendimi që i shërben shoqërisë dhe kombit, demokracisë. Për këtë nuk duhet keni asnjë dyshim. Pra, deputetët nuk i shmangën as detyrimeve, as përgjegjësive të tyre. Doktor, përshëndetje. Për këtë javë që po vjen, janë